Përshëndetje zoti Onid Beleri, ju jeni deputet I Partisë Socialiste, po jeni çun Shkodra apo jo? Faleminderit shumë Artur. Atëre, pse më sugjerua të bëjmë intervistën në këtë rrugicë që për sa shoh unë është domethënëse? Për sa I përket lidhjeve të Shkodrës me Italinë, unë duhet t'ju them vetëm dy fjalë. Komplet janë këto zona të tilla, të cilët është kudo dora e të madhit shkodran Colli Dromeno. Colli Dromeno, studimet e tij I mbaroi për Akademinë e Arteve të Bukura në Venecia. Dhe frymën komplet e Venecës në të kohë, ai në arkitekturën e solli në Shkodër. Ne nëse shohim një pjesë të mirë të objekteve dallohet stili italian I arkitekturës së atyre viteve. Një ndër objektet më të rëndësishme dhe më ikon, të cilën ne e shpresojmë se Shkodrës t'i rikthehet edhe herë në shkëlqimin, është kafja e madhe, të cilën arkitekti Colli Dromeno në atë kohë e dizenjoi dhe e projektoi dhe në atë kohë ka qenë Gran Cafe Savoia, e cila tregon prapë edhe lidhjet e forta që kishte Shkodra me Principatën Italiane të Savojës dhe është një ndër veprat më të arkitekturës më të veçanta, jo vetëm në Shkodër, por në komplet Ballkanin. Është edhe një pikë referimi edhe për ne jo shkodranët, kafja e madhe e Shkodrës. Po, kjo rrugicë, këto ndërtesa, janë në kujdesin e shtetit, se ju, për sa kuptoj, unë jeni me formim inxhinier, arkitekt? Unë jam inxhinier ndërtimit edhe prapë vazhdojnë lidhjet një pjesë të studimeve të mia I kam filluar në Romë në La Sapienza, të cilat I transferova pastaj në Tiranë, ku kam përfunduar edhe studimet përfundimtare. Një pjesë të këtyre objekteve, kjo zona ku flasim ne është zonë muzeale e cila nuk lejohet ndërtimet e larta, secili prej këtyre ndërtimeve duhet marrë një farë aprovimi dhe konformitetin tek Ministria e Kulturës. Krejt normal. Jemi besoj edhe zgjidhjen e çështjeve të pronësisë private, shumë shpejt edhe kjo zonë do të rikthehet në identitetin e merituar të saj, duke rikujtuar edhe I herë arkitekturën të mrekullueshme që na ka lënë Colli Dromeno si trashëgimi. Dhe pra do investohet ka projekte në veprim apo është vetëm një ide politike për ta ruajtur? Besoj që, pika kryesore e kësaj zone është kafja e madhe. Kafja e madhe besoj është në fazat finale të një investitori tyre privat për t'u kthyer edhe herë në identitetin e saj dhe do të jemi shumë shpejt besoj fillimi I punimeve për t'u kthyer edhe një herë siç ka qenë, në komplet shkëlqimin e saj. Gjithmonë duke ruajtur me një fanatizëm çdo element I vjetër I saj. Në fakt edhe mua personalisht, besoj që edhe teleshikuesit nëpërmjet kamerës Genti Sherifaj, e shohin që këtu ka një gjurmë historie, një gjurmë historie të mirëqen përderisa ruhet akoma. Dhe kur përmend emra, padyshim që është për ta kujtuar vazhdimisht gjurmën e lënë, se është krenari jo vetëm për Shkodrën, po për gjithë ne. Mos u largoni nga ABC News-i. Atëre, jo rastësisht ndaluam në pjesën e dytë intervistës me ju, pas xhamisë madhe të Shkodrës. Unë personalisht mund t'ju uroj Ramazan të mbar, ndërsa ne po regjistrojmë, jemi në fund Ramazanit, dhe ja uroj Zoti ja u pranoft sipas traditës tuaj. Faleminderit, dua të uroj gjithë besimtarëve gjatë kësaj intervistet një Ramazan të mbar, agjerim pranum dhe vetëm të mira, paqe dhe begati. Dhe shpresoj që kjo periudhë të një reflektimi për pozitivitet në çdo fushë të jetës. Ky pozitivitet dhe ky reflektim është I nevojshëm në mënyrë të veçantë në Shkodër dhe ne jo rastësisht zgjodhëm xhaminë e madhe kur distanca në Via Aurore me kishën katolike dhe me kishën ortodokse janë 30 apo 40 metra. Kështu që bashkëjetesa e religionit edhe në Shkodër, në djepin e kulturës shqiptare është e mirëqen apo jo? Artur, është një pamje, ne jemi në mes dhe në një kant 360 gradë, një distancë shumë vogël, ti shef 3 objekte kulti, por nuk janë thjesht 3 objekte kulti, por simbolizojnë një bashkëjetesë fetare, një harmoni të mrekullueshme, të cilën qyteti Shkodrës e ka pasur si traditë shumë vjeçare. Vetëm tash nga pamjet mund shihen është kapela e kishës, është kisha e Fretenve, është xhamia e Fushçelës që është shujt dhe aty është direkt edhe kisha ortodokse, pra në një rrezë shumë vogël. Dhe kjo besoj është unike, në pak vende të botës mund t'i gjejmë
këto 3 monumente të kultit dhe as më tepër me një harmoni shumë të madhe fetare. Ndërkohë, të më ne shpjegon një individ i cili është italianofon. Dhe jo rastisht e kemi zgjedhur, sepse ka studiuar aty siç na e tha dhe padyshim që është një e apasionuar pas historisë dhe kulturës italiane, e cila ka gjurmë edhe në këtë qytet të lashtë edhe të kulturës, pse jo, apo jo? Ndërkohë që vazhdojmë ecim në komplet këtë pedonale, edhe kjo e cila është pjesërisht pjesa më e madhe e projektuar nga arkitekti Colli Dromeno, rastisht një ndër godinat cilët ne do ta shohim më tej të Colli Dromenos është një godinë ku sot është Muzeu Marubi, Muzeu i fotografisë Marubi. Pietro Marubi, një italian i cili nga lëvizjet e tia dhe bindjet e tia politike u detyrua të kërkonte azil në Shkodër. Dhe Shkodra sigurisht ja dha se është dere madhe. Ai jo vetëm që erdhi dhe ndërtoi jetën e tij në Shkodër, por në Shkodër dhe jo vetëm Shkodër, por të gjithë shqiptarisë, të gjithë shqipfolësve, ai ka lënë traditën më të bukur dhe muzeun më të vlefshëm atë të fotografisë Marubi. Është një, po themi, një ambasadë e kulturës shqiptare në Itali, por dhe më gjërë. Pietro Marubi, pasi erdhi në Shkodër, ai krijoi familje e cila Kel Marubi dhe të birt vazhduan traditën e fotografisë. Traditë e cila sot vazhdon të ketë pinjollët e saj dhe nxënësit e asaj shkolle fotografie, si që janë familja në Nshati, që janë pak më poshtë, vazhdojnë të jenë prezent në Shkodër. Dhe kjo më së miri, unë vazhdoj të them tregon një harmoni dhe një lidhje shumë të fortë i cilin ka pas komplet Italia me qytetin e Shkodrës. Në fakt, italianët ndjen si shtëpi këtu. Ne intervistuam disa nga profesoreshat e Farnezinës, Ministrisë Jashtme, në seksionin bilingua dhe tham jemi në shtëpi. Dhe kështu ca dhe drejtoresha e shkollës, kështu sa dhe nxënësit, pra italianët në Shkodër ndjen në shtëpi si në Tiranë. Po unë besoj se ju do keni rastin takoni edhe djem apo vajza të reja të cilët me projekte ndryshme, qoftë institucionale, por edhe qoftë private, janë duke punuar sot në Shkodër. Dhe ato, ju do i dëgjoni edhe vetë, njihen shumë mirë. Njihen si të kenë të njëjtën frymë të tyre, duke fillu me stili jetës, me ushqimet, apo edhe me formën e të bërit aktivitetet jashtë punet, në një qytet i cili ofron një qetësi pothuajse me të njëjtin stil se e italian. Në fakt, nxënësit e shkollës 28 nëndori, pjesa atyre intervistuam, kishin familjet e tyre në Itali. Pra, ne, shumica jonë ka dhe familje në Itali, nuk e di ju. Ashtu si të gjithë, edhe unë kam të afërt mitë shumë në Itali, kam një pjesë shumë të madhe të shoqërisë që vazhdojnë të jenë në Itali. Ne jemi brezi i viteve 90, të cilët u rritëm me Rai, me Italia Uno. Unë ashtu e kam mësuar nëpërmjet Rai dhe Mediaset italishtë. Dhe në vitet 99-2000, një prejesë e madhe të brezit tim që po marroshim gjimnazit, ikëm dikush me studime dhe dikush si emigrant, edhe në mënyrë jashtëligjshme, pse jo? Në Itali. Një pjesë e mirë e tyre kanë krijuar familjet dhe jetën dhe bizneset apo punën e tyre, por edhe një pjesë e tyre vazhdojnë të vinë këtu në Shqipëri, pse jo edhe me bashortet e tyre, jo vetëm shqiptare, por edhe italiane, që të vinë këtu. Patjetër. Mos u largoni nga BC News, jemi akoma në transmetim.